Pasha të Verias, drejtuesi që paseti janë të përpunuar për të formatorë ekipin në të cilin do të përballet me sfidëve të futbollit shqiptar. Si për të formatorë skuadrën e re luftëtari ka afruar së fundi në fushorin e Montares, sa pagonës 24 vjeçari Silas Daniel Saton. Është zëvendësi i klubit të luftëtarit të Ismail, i cili pretendon afrimin e fundit. Tek ekipi i luftëtarit aktualisht ka mbritur një futbollist me mjaft urojme, me CV mjaft të pasur, është Saton Silas Daniel, mes fushori 26 vjeçari, i cili është edhe pjesë e kombëtares së Angolës, do të jetë pjesë e ekipit të luftëtarit për sezonin e ri futbollistik. Duke nisur nga cilësitë e këtij futbollisti, duke nisur nga CV-ja e tij mjaft e pasur, duke qenë se ai është pjesë e rregullt e kombëtares së Angolës, ekipi mendon që kontrata e tij të mos jetë vetëm për një sezon, por të jetë diçka më afatgjatë, edhe me opsion rinovimi. Silas Daniel është një mesfushor i cili do të rrisë ndjeshëm konkurrencën e ekipit, do të rrisë cilësinë, edhe sipas të gjitha gjasave pretendohet që ai të jetë një prej futbollistëve më të mirë që do të jenë tek luftëtari, por dhe jo vetëm. Ndërsa për sa i përket përgatitjeve, ekipi aktualisht vijon fazën përgatitore në rezidencën e tij në Nausat Verias, në Greqi Shqipra. Aktualisht faza po kalon pa probleme, ekipi po stërvitet rregullisht nga 2 seanca stërvitore në ditë, po merr ngarkesën e duhur. Për fat të mirë, deri në këtë moment nuk kemi asnjë futbollist që të ketë pësuar trauma apo dëmtime apo të ketë probleme gjatë fazës përgatitore. Ekipi gëzon formën e tij maksimale dhe po përgatitet në të gjitha elementet që shihen të arsyeshëm nga stafi teknik. Aktualisht me luftëtarin pritet që të bashkohen edhe 2 futbollistë të tjerë, të cilët vinë sërish me CV mjaft të pasur, janë të 2 futbollistë të huaj që do të nënshkruajnë me ekipin Gjiroka Street dhe më pas do të vendosen në urdhrat e trajnerit Milinković. Futbollistët e parë që ne presim është një sulmues dhe një mbrojtës, ndërkohë që Silas Daniel, siç ju thash, është futbollist mes fushor i avancuar, për të cilin jemi të bindur në cilësitë që ka. Presidenti i klubit Pavlo Falco me menaxher të ndryshëm do të pritur për të tjera afime censore. Shumë shpejt luftëtari do të bashkohet me 2 futbollistë të huaj në botës aktualisht luftëtari janë 2 klube paralele, Alemaos Drama,